Sa skandale, ose sa, që me thonë, sa ne jo të mira i keni gjetë Ministri i Drejtësisë. Prona në Vushtrri, kjo me institutin, me pagesat 71 milion euro, kjo me noterin, sa janë gjithsej? Përgjithsisht, i kemi pasur dikun 12 raste që i kemi denonsuar, në polici apo në prokurori. E që ka ndodhur me këto? E tash, për asë njërën për këtyre rasteve, do me thënë, përveç se për pronën Bisjanion tash që është mbyll, për asnjë prej këtyre rasteve të tjera nuk kemi marrë informacione ose nuk kemi thirrur për dëshmuar raport me një denonsim që ne kemi bërë. Kur janë dorëzuar këtu në vitin 2021 apo edhe më vonë? 2021-2022 e tutje, sepse ka pas edhe disa që janë i keni zbuluar më vonë. Por për shembull si qeveri në total, sepse unë ta përmenda xhen që ne kemi pasur obligim, domethënë nga kryeministri, që me bo skenim dhe auditim të brendshëm të ministrive, janë diku mbi 240 lëndë, si qeveri po flas në total që janë dërgu në polici apo në prokurori, në MD kanë qenë 12, ndoshta edhe për shkak të natyrës së punës dhe të tjera të Ministrisë së Drejtësisë, megjithatë, për asnjë prej tyre rasteve, përveç që përmenda pronën në Vushtrri, nuk kemi pasur informacione nga prokuroria se çka ka ndodhur me këto. Ose nga policia që të thirremi, që t'japim dëshmi, sepse ne kemi denonsuar dhe duhet të thirremi si dëshmitar.